Të premten, ministrat do të raportojnë arritjet, si dhe objektivat e këtij viti për kryeministrin Edi Rama. Në pallatin e brigadave në orën 10, kreu i qeverisë ka thërritur në një mbledhje të formës së ritrit, kabinetin, grupin parlamentar si dhe kryetarët e komisioneve të kuvendit. Ky takim rutinë i cili zhvillohet çdo janar, ka si qëllim dhënien e detajeve të punës së qeverisë, si dhe direktivat që kabineti dhe shumica parlamentare do të marrin nga shefi i ekzekutivit. Takimi është parashikuar me dyert të mbyllura, ndërsa më herët qeveria është treguar hermetike në dhënien e detajeve të mbledhjeve. Ndërkohë, mëngjesi kësaj të njëjtëje nisi me një mbledhje në Selin Roz, ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi mblodhi drejtuesit e qarqeve në takimin e parë për vitin 2026. Pa dhënë shumë detaje, burime bën me dije se ky takim kishte në fokus organizimin partijak dhe çështje të brendshme. Mbledhja kjo është zhvilluar pa prezencën e kryesocialistit Edi Rama. Por me sa duket takimet e mazhorancës nuk përfundojnë me kaq. 16 janari do të mbledh sërish grupin parlamentar të PS, ndërsa punimet nuk priten të drejtohen nga shefi i deputetëve Tauland Balla, por nga vetë Rama. Ky do të jetë takimi i dytë ku kreu i qeverisë mbledh ligjvënësit e partisë që ai drejton, ndërsa takimi i parë i zhvilluar 3 javë më parë në kryesinë e kuvendit. Pritet që deputetët të marrin porosi të reja, teksa më herët ju kërkuan nga kreu i qeverisë që të dalin në terren dhe të zhvillojnë sa më shumë takime në zonat e tyre përkatëse.